A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë prej tij falje ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Myftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Misafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Jusuf Efendi Beqiri, imam në xhamin Nexhat Shahin të lagjës Vizbek. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se gjetëm. Allah e shpërbleft inshallah ju dhe gjithë muftinin e Shkupit. Zoti ju shpërbleft. Dashur Allahu dhul xhalali inshallah në këtë muftini, në këtë TV, Zoti lëshon bereqet, të mira dhe gjitha sukseset. Amin inshallah. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është frikë respekti ndaj Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu. Hoxhë nderuar, çka mund të na tregoni në fillim si e shpjegonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Islamin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dashur vëllezër i nderuar i Hoxh Irfan, Muhamedi alayhi salatu wassalam gjithmonë ju shpjegonte sahabëve të tij, shokëve të tij, dhe kur erdh fundi i jetës së tij dhe ishin këshillat e fundit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alayhi salatu wassalam ja nisi ta përdorte një thënie të cilën sahabit nuk e kishin dëgjuar përpara. Ishte ajo thënia pasmeje kur ta ndëgjoni, pasmeje kur do ta praktikoni, dhe sahabët u habitën me fjalët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe sikurse nuk donin ta kuptonin se çka është duke thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe thanë, ndoshta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka shpëtuar nga goja dhe ndoshta nuk është të e vrejtë se çka është duke fol. Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dinte se ishte fjala e fundit e tij, e cila ju drejtonte xhamatit dhe sahabive të tij. Kur e mberoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fjalimin e tij, kur u zdripi nga hutbja dhe të pranishmit, sahabit u afruan afër Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: "O Muhammed, a mos ndoshta sepse kitë sahabit ja nisën të mërziten dhe u brengosën se çka është duke thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ju afruan këtë afër tij dhe një sahabi e pyeti një pyetje. O Rasulullah, tha, ti ndëgjum disa fjalë të cilën thoje se pas meje do të vinë njerëzit edhe do ta praktikojnë këtë. A mos ndoshta është fjala jote e fundit apo këshilla jote e fundit të cilën na drejton?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në ato momente nuk foli, e uli kokën dhe heshti. Na këtë e dim se kur heshte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një farë forme atë e pranonte. Dhe njëri prej sahabive tha: "Ja Rasulullah, kam dëshirë tha të ta bëj një pyetje tha. Edhe a ka mundësi tha, nëse jashta jeta, nëse është fundi i jetës tonde, çka do të na këshilloje ti për sfund ti herë?" Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoi këtë pyetje e ngriti kokën e tij dhe tha: "Ju jap 3 mesazhe. Nëse këto mesazhe ja nisni që ta ndërtoni veten, ja nisni që ti praktikoni dhe të jetoni me këto mesazhe të cilën do t'i përmendi une, ta dini se do të jeni të shpëtuar edhe në këtë dunjë, do të jeni edhe në xhenet inshallah." Dhe të gjithë duke ndëgjuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishte fjala e parë apo mësimi i parë i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha: "Ta keni frikë Allahu dhul xhelal." Në momentin e parë kur e ndëgjuan të pranishmit dhe sahabët ja nisin që me vetvete të thonin se na këtë fjalë këtë e dim. Si zakonisht vëllezër të dashur, na gjithmonë kur e ndëgjojmë nga hoxhallarët apo nga ligjeruesit të ndryshëm në vende të ndryshme, na
kur na porositin ata që ta kemi frikë Allahun dhul xhelal, na gjithmonë e mendojnë kështu. Po na e kemi frikë Allahun dhul xhelal. Na I frikemi Allahu dhul xhelal. Çka kanë nevojë xhallarët të na folin për frikën ndaj Allahut dhul xhelal? Na këtë dinë se duhet me e pas frikë Allahun dhul xhelal. Dhe nga mësimet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tha kështu: ai që e ka frikë Allahun dhul xhelal nuk bën zina. Ai që e ka frikë Allahun dhul xhelal nuk bën amoralitet. Ai që e ka frikë Allahun dhul xhelal nuk përgojon. Ai që e ka frikë Allahun dhul xhelal nuk mundohet që tjerët t'i nxjerrin keq edhe veten ta nxjerrin të mirë, sepse frika ndaj Allahut dhul xhelal do të thotë ta kuptosh fenë islame. Frika ndaj Allahut dhul xhelal do të thotë ta di se në cilën rrugë je. Frika ndaj Allahut dhul xhelal do të thotë ta kuptosh fenë ashtu siç duhet. Ky ishte mesazhi I parë I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha do t'ju jap edhe një mesazh dytë. E mesazhi I dytë ishte ta kuptoni njëri tjetrin. Tha Rasulullah alaihi salam ta kuptoni njëri tjetrin. Si zakonisht na kur flasim që ta kuptojmë njëri tjetrin, na habitemi sepse edhe luftrat më të mëdha që ndodhin në përbot është shkak se nuk kuptohen njëri tjetrin. Edhe ndarjet në mes familjeve të cilën ndodhin, apo ndarja e bashkëshortit prej burrit ndodh për shkak se nuk kuptohen njëri tjetrin. Edhe problematika të cilën ndodhin në shoqëri edhe më rrethet, më gjatë, është problemi se nuk e kuptojnë njëri tjetrin. Sikurse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na porositi ta kuptoje I madhit voglin, do ishte shumë problematike e vogël. Sikur ta kuptoje I vogli atë madhin se çka është duke thonë, është shumë problematike e madhe. Është shumë problematike e vogël. Unë e përmendi gjithmonë edhe te xhamia ku jam, vëllezër të dashur, sikurse xhamati I cili vjen në xhami, edhe ndëgjon hoxhën edhe ta kuptoje hoxhën, a do të kese nevojë që ta mos e falë namazin? A do të kese nevojë që të bëjë edhe një problem? A do të kese nevojë që të kese problem shoqëror, familjar, ku diun e shka edhe të kese problem me fen? Asnjëherë, vëllezër të dashur. Po, problemi kryesor I muslimanëve në ditën e sodit është sepse nuk e kuptojnë as tjetrin, nuk e kuptojnë as fenë islame, por nuk e kuptojnë edhe rrethin edhe shoqërinë. Andaj edhe ndodhin trazira. E kjo ishte fjalë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I cili na porositi që na ta kuptojmë njëri tjetrin dhe të bëhemi prej atyre të cilën do ta kuptojmë edhe fenë islame. Ky ishte mesazhi I dytë I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurse mesazhi I tretë ishte respekti ndaj njëri tjetrit. Vëllezër të dashur dhe të nderuar ndëgjues të radiovatit, na këtë dim se problemi më I madh që edhe sot edhe na për vende ndryshme përmendet kjo, humbja e respektit. Do të thënë respekti ka humb dhe kena nis që mos e kuptojmë njëri tjetrin edhe mos kemi frikë Allahun xha. Se nëse e ki respekt ndaj një më të madhi, do të thotë se e ki kuptuar mesazhin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka humb respektin familje. Edhe përpara na thonin pleshit se kur hinim në për autobuset, kur tulesh dikun dhe vjen dëni më I madh apo dëni më I shumë, ti duhesh më uqua dhe me ja liru vendin. Ansot ditën e sotit shkon në për vendet publike, do të shofish një I ri I cili nuk respekton babë dhe nanë, nuk respekton familje më të më shumë, I ka vënduar dëgjueset e tij në vesh, apo I ka mbyll sytë dhe ndëgjon ku e diun e shka ndëgjon dhe nuk e respekton më të madh. Domethënë ka hub vlera e respektit. E lutim Allahun xha që inshallah Allahu na bën prej atyre të cilën do t'i respektojmë më të mëdhenj dhe më të mëshuarit ja Rabbel Alamin. Hoxhë nderuar, përmendet frikën ndaj Allahu xhaleshanuhu. Çka është sekreti dhe mirësia ndaj frikës së Allahut subhanahu wa taala? Vëllezër të dashur, sekreti I frikës ndaj Allahut xhaleshanuhu na tregon më mirë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith të tij na thotë kështu. Thot ditën e gjykimit kur Allahu dhul xhelal do t'i marrë në pyetje njerëzit. Dhe pastaj thot ato të cilët do të jenë për në xhenet thot do t'i ndaje, ato për të cilën do të jenë për në xhenem thot do t'i ndaje. Edhe thot kur dalin para Allahut dhul xhelal dhe pastaj t'ju ndaje vendet xhenet xhenem, thot do të hinë në xhenet dhe aty do të takohen njëri tjetrin njerëzit edhe do të nisin që të bisedojnë. Si e fitove ti xhenetin? Si Allahu dhul xhelal ty ta dha xhenetin? Dhe në ato momente njerëzit do ta thonë një ajet të Kuranit ku Allahu dhul xhelal thot kështu, thot ata të cilët kur ishin me familjen e tyre e kishin frikë Allahun dhul xhelal, ato e fituan xhenetin. Subhanallah.
Domethënë ato njerëz të cilën kanë frikë Allahun dhul xhelal, Allahu dhul xhelal ato i begaton me xhenet. Sepse nëse ti në familjen tënde do të nisish ta praktikojsh me familjen tënde, me fëmijët e tu, me antarët e familjes që ta kultivojsh frikën ndaj Allahut dhul xhelal, ti do të thotë se je të e kultivu ta fitojsh xhenetin. Domethënë me mësimin e frikës së Allahut dhul xhelal ti e synon xhenetin me familjen tënde. E lutim Allahun dhul xhelal që inshallah Allahu na bën prej atyre të cilën do ta fitojmë xhenetin ya Rabbel Alamin. Po ashtu do ta tregoj edhe një rast të Harun e-Rashidit. Një udhëhec i muslimanëve i cili ishte shumë i drejtë. Ishte udhëhec i cili historia islame e njeh si një udhëhec më i mirë dhe më i drejtë asaj kohe. Përderisa ishte duke ndëjtur në shtëpinë e tij, ishte edhe Zubejda shoqja e tij bashkë me Harun e-Rashidin dhe ja nisin që të bisedonin me njëri tjetrin. Dhe në ato momente i tha Zubejda një fjalë Harun e-Rashidit dhe i tha kështu: "O burri im", tha, "nëse ti tha nuk bëhesh i drejtë si Omeri radiallahu anhu, tha asnjëherë tha nuk do ta fitojsh xhenetin." Dhe në ato momente Harun e-Rashidi si udhëhec si muslimanëve tha unë jam i drejtë. Tha, "A mos me kon tha unë i drejtë, tha unë ty të shkurërzoj." Subhanallah. Dhe në ato momente unë dal Zubejda dhe ja nisi të mendoje. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e përmendi se Harun e-Rashidi ka me kon xhenet, se na kejt e dina 10 përgëzum kanë kon me xhenet. Harun e-Rashidin 10 përgëzum nuk ka shkruar emri atij. Dhe në ato momente ja nisi të mendoj Harun e-Rashidi, amo Zubejda tha kështu. Tha, me qenë se thava ashtu, tha unë pesë sot e tutje, tha unë jam e shkëllërzum. Dhe Harun e-Rashidi e kuptoi gabimin të cilën e kishte bë dhe nuk i tha asgjë. Zubejda dul prej shtëpisë dhe Harun e-Rashidi ja nisi të mendohet edhe të mërzitet. More tha, çfarë gabimi bona unë? Tha, hiç pa vetdije, tha, e thash, amo, tha, gabova. Dhe në ato momente ja nisi që të shkojnë në për dietar ndryshëm, në për njerëz të mëdhej dhe për njerëz të cilën kanë peshë të diturisë islame. Dhe thot, të secili që shkonte i thonte kështu, qëse e ki thonë çashtu siç je tu e tregu, për ty nuk ka tha rrugë dalje. Tu ka sos tama. Harun e-Rashidi ja nisi të mërzitet më shumë, ama kishte ndëgjuar se dikun çdronte një Imam Yusuf i cili ishte një dietar i madh i asaj kohe dhe kishte marrë rrugën që të shkojë dhe ta takojë Imam Yusufin. Dhe kur mriti te Imam Yusufi ja nisi që ta tregoj ndodhin dhe në ato momente Imam Yusufi tha, o Harun e-Rashid, tha, nuk do të pyes ta më shumë as nuk do të thellohemi tha në këtë temë që e tregu. Tha, tregoma vetëm një rast kur ti ju ke frikë Allahu dhul xhelal, ama për një me tha i ke frikë Allahu dhul xhelal. Edhe Harun e-Rashidit i ra në mend një ndodhi e cila kishte ndodhur, një skenë e cila kishte ndodhur gjatë udhëheqësisë së tij. Thuhet se në vendin ku sundonte Harun e-Rashidi dhe ishte udhëheqës i muslimanëve, në ato kohra kishte kap thot një thatësi shumë e madhe. Edhe thot thot një grua e cila i kishte vdek burri dhe kishte pas 4 fëmijë të vegjël. Thot ajo gruaja ishte shumë e heshme dhe shumë e bukur ishte. Dhe tha, e mërzit të veten, tha se si do ta kaloje, tha, si do ta kaloje venën apo si do ta kaloje vitin. Dhe udhëheqësi muslimanëve secili besimtar, secili njeri i jepte nga një pjesë të sasisë të pasurisë depove të muslimanëve që ta kalonin vitin dhe ta kalonin jetën disi. Mirë po, kjo vajza kishte një 4 fëmijë dhe nuk mund të as të punon, të as bëje dëniqare për veten e vete, dhe i tha, a ka mundësi tha mu të m'japish pak më shumë? Tha, nëse m'jep tha ti pak më shumë udhëheqësi muslimanëve, tha unë kam u bë robresha jote edhe me trupin tem, çka dush bë? Subhanallah. Në ato momente tha, e kujtova Allahun dhul xhelal. Edhe me veten time thash astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kërkoj mbrojtje pe Allahut dhul xhelal pe shejtanit mallkum. Dhe tha, i thash atij rojes, jepni çka doje kjo edhe ne çkoje. Dhe në ato momente Ebu Yusufi e tha një ajet të Kuranit, tha, limen hafe me kame rabbihi jannatan. Ata të cilët e kanë frikë Allahun dhul xhelal, Allahu dhul xhelal për ato ka përgatit 2 xhenete. Edhe shko ktheje gruan tonë në shtëpi se ti o Harun e-Rashid e ke merituar xhenetin e Allahut dhul xhelal. O vëllezër të dashur, nuk është
punë e vogël ta kesh frikë Allahun dhul xhelal. Ta kesh frikë Allahun dhul xhelal do të thotë ta synosh xhenetin. Ta kesh frikë Allahun dhul xhelal do të thotë ti e meriton xhenetin prej kësaj dunjaje. Sepse kështu e argumenton te Ebu Sufi Harun al-Rashidit dhe i tha se ti e xhenetli dhe shko ktheje gruan tënde edhe merre shtëpinë tënde, subhanallahu. O gjeneron, përmendet nga mësimet e respektit ndaj njëri tjetrit, tash diçka mundesh me na fol për respektin në Islam. Se si duhet të sillemi na me fenë Allahu xhaleshanuhu, çfarë respekti do të kemi ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala. Respekti është shumë punë e madhe dhe respekti është njëra prej mirësive të Allahut dhul xhelal, sepse vëllezër të dashur, respekti ndaj tjerëve nuk është se e ki fitu dëko apo e ki marrë prej dëkun. Respekti është që ta ka dhënë Allahu dhul xhelal. Edhe nëse ti e nxjerr atë respektin që e ke ndaj tjerëve, do të thotë se je i shpëtuar. Unë nuk do të flas shumë, vetëm do ta marr një shembull të Hasan el-Basriut. Hasan el-Basriu ka qenë një njeri i cili u ka marrë shumë me fenë islame dhe ka studiuar fenë islame. Tregohet thot përderisa isha duke ardhur thot nga një vend për në shtëpinë time, thot duke kalu nga varreza thot e pash një djalë të ri i cili kishte dalë thot përmbi varreza, luante, çeshte, hanin, pinin disa djemë të ri dhe në vetë mendova kështu. Allahu dhul xhelal neve na ka urdhëruar që kur të kalojmë nga varrezat, ta përshëndetemi ato njerëz të cilët janë varreza me fjalë të cilën na ka porositur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilën nuk do të ndalim këtu. Dhe e mendova, tha, si këto njerëz nuk kanë respekt për të vdekurit, subhanallahu. Unë du të ndalim të kjo pikë pa këtu më shumë. Na në mon nuk bëjna ma bet për të vdekmi që nuk i respektojna. Unë shpesher kam pa raste edhe te shokët tonë edhe te familjarët tonë, kur kalojnë nga varrezat, ndoshta ndëgjojnë ndonjë muzikë, apo e diunë shkan ndëgjojnë, hiç nuk janë dalin zonin me adhon një selam të vdekurve. Po vetëm kalojnë ashtu. Mo te kjo nuk na zen koma ose nuk ndalim me mo te kjo. Po na kena problem se nuk i respektojmë as të gjallit. Na kena problem se nuk i respektojmë as babë dhe nan. Na kena problem se nuk e respektojmë edhe hoxhën, nuk e respektojmë edhe dietarin, edhe ku diunë çka. Edhe problemi më i madh, të cilën na çon që nuk e kemi as frikë Allahun dhul xhelal, është mos respekti ndaj njerëzve. Se kur ti respektojsh njerëzit, ti do të thosh se e ke frikë Allahun dhul xhelal. Edhe kur ta kuptojsh tjetrin, ti do ta kuptosh atë tjetrin. Sepse respekti është i ndërsjellë. Nëse dikush të kupton ty se çka do të thush, do thotë se të ka respektuar. Edhe këto unë i lidhi të trija pjesët të cilën i përmendi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse e ke frikë Allahun dhul xhelal, atëherë do ta kuptosh atë tjetrin. Nëse e kupton atë tjetrin, ti do ta respektosh atë tjetrin. Shumë punë e madhe, subhanallahu. Edhe respekti është gjëja më e madhe të cilën mund ta ketë një besimtar, një musliman. E lutim Allahun dhul xhelal që inshallah ata të cilët ndoshta e kanë humbur respektin, të nisin edhe ta kultivojnë vetveten e vet. Nëse nuk mund ta kultivojnë në vetveten e vet, të nisin edhe ta kultivojnë tek familjarët e vet, tek fëmijët e vet, sepse kultivimi i respektit do thotë se praktikim i fjalës së Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E praktikimi i fjalës së Resulullah sallallahu alaihi wasallam do thotë ta synosh xhenetin. Inshallah me respekt ndaj njëri tjetrit e fitojmë edhe xhenetin ya Rabbi. O gjendero, pasi që jemi në minutat e fundit e emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Mesazhi i fundit e imi të cilën duhet ta përcjelli para teleshikuesve të TV Muftinis dhe Radio Vatit do ishte kështu. E tregon Sejd el-Hudri një hadith të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E tregon atë skenën kur do të dalim para Allahut dhul xhelal dhe kur do ta fitojmë xhenetin dhe Allahu dhul xhelal do të afrohet pranë besimtarëve, pranë xhenetlive dhe do të thojë kështu: a ju mjaftuan mirësitë të cilën ja u dhash juve? Këtë do thonë: o Allah, ti na ke dhënë më shumë se ç'kjo nuk dojna. A jena në xhenet, na ke dhënë mirësitë xhenetit, na nuk dojna më shumë. Edhe të kënaqësia thotë më e madhe, edhe mirësia më e madhe e çdo besimtari thotë do të jetë kur Allahu dhul xhelal do thojë: unë jam i kënaqur me juve. E ta fitojsh kënaqësinë e Allahut dhul xhelal, do thotë ta fitojsh xhenetin dhe ta fitojsh gjithçka që ka në këtë dunjë. Sepse vetëm një herë të jesh i kënaqur Allahut dhul xhelal me robën, me besimtarin, do të thotë se ti e ke arrit qëllimin se pse jeton këtë dunjë. E lutim Allahun dhul xhelal që inshallah Allahu pe gjitha emisioneve të juaj, pe gjithave punëve tona, pe gjithve respekteve, frigën,
kuptimin që e kuptojmë njëri tjetrin, dhashtë Allahu dhu xhalal inshallah që të jetë i kënaqur me neve, edhe dhashtë Allahu dhu xhalal inshallah edhe kur dalim në xhenet Zoti të jesë i kënaqur me neve. O gjinëdror, Allahu i shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Ju falenderoj, Allah i razë inshallah. Amin. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Jusuf Efendi Beqiri. Deri në emisionin e radhës, mi mbetshit dhe Allahu pranoft të gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.